Rikthehemi sërish të dashur miq, do ndalemi tani tek një tjetër rubrikë, siç e prezantuam dhe në fillim të programit, janë pikërisht atraksionet apo destinacione të ndryshme të vendit që ne I propozojmë çdo të premte për ta sjellë në këndvështrimin tuaj si një ftesë apo si një mundësi, si një alternativë për të kaluar fundjavën tuaj. Dhe këtë herë kemi zgjedhur Pogradecin me të drejtë në fakt sepse kemi folur kaq shumë për Bregdetin, por duhet flasim edhe për liçenin, duhet flasim edhe për ata të cilët zgjedhin qytetin e freskët të Pogradecit, sidomos kur Shqipëria përvolohet nga temperaturat e larta, të gjithë e gjejnë zgjidhjen në Pogradec. Kemi folur aq shumë edhe për vapën, sa do ishte mirë që t'ua jepnim një alternativë të tillë për ta parë si mundësinë e pushimit edhe Pogradecin në këtë qytet që ofron shumë, edhe në fakt duhet të thënë që gjatë fundjavave është gjithmonë I të mbushur me turistë. Do të jemi në një lidhje Skype me Gani Begon, guid lokale që do të na mësoj sot më shumë rreth këtij qyteti, çfarë të vizitoni, çfarë të shijoni atje. Gani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit. Si e kemi Pogradecin sot Gani, sepse Tiranën e kemi për vëlim me temperatura shumë të larta dje dhe sot. Pogradecin e kemi disi më të freskët, apo nuk I ka shpëtuar të nxehtit? E të thënë më freskët Tirana, po vazhdon të... Atëherë të tentojmë edhe një herë të lutem nëse mundemi që ta kemi Ganiun pak më qartë në komunikim. Gani, tentojmë edhe një herë prapë, po më thoje që nuk është shumë I nxehtë sa Tirana, por megjithatë vap. Megjithatë vazhdon të temperatura të larta. Me sa kuptojmë kemi ende një problem të vogël teknik, të tentojmë edhe një herë të lidhemi me zotin Beko për të kuptuar më shumë, po linja internetit nuk ishte në favorin tonë në këtë moment. Edhe probleme të tilla. Dhe Pogradec ja vlen një vas, sepse ka shumë për të ofruar, po ka shumë. Për të parë bukuritë natyrore që ka. Nuk e di pse më zhdukur gjithmonë Pogradeci një qytet shumë romantik, ndoshta nisur edhe nga poezitë e Lazgush Poradeci, Dremit, Liqeri, pa kufi, dhe që patyshim na bën të kemi ato në memorien tonë liçenin, me ato varkat buz liçenit, edhe që e bën shumë romantike, por nga ana tjetër edhe shumë të freskët, siç e tham, sidomos gjatë orëve të natës, po gatime shumë të mira. Një ndër ato qytete që mendoj është I bukur shumë edhe në stinën e dimrit, sidomos nëse bie pak borë, besoj që kthehet në një qytet shumë për shumë të dashur edhe për turistët, për të bërë foto të bukura edhe për ta shijuar edhe në temperaturat të ulta. Kemi Tushemishtin gjithashtu për të vizituar në Pogradec nëse do të shkojmë përtej Liçenit edhe përtej qytetit qendrës. Po kemi gjithashtu Drilonin, fantastik. Kemi Linin, aty afër pa hyrë ende në Pogradec. Po unë them që më mirë të tentojmë Ganiun prapë, sepse kështu si e kemi nisur, do prezantuam ne të dy guidën. Ganit, përshëndesim edhe një herë, nuk e di nëse të kemi sërish për ta vjuar komunikimin. Pra, siç po thonim, është Lini, gjithashtu që pa hyrë Pogradec, nëse shkon në të majt, nëse vjen nga Tirana, flasë dhe shumë afër mund të shijosh një fshat shumë të bukur, I cili ka dhe shumë histori, edhe gërmimet më të fundit ne I kemi trajtuar në programet tona kanë nxjerrë aty në pa edhe gjurmët e lashtësisë, por vlen në çdo kohë edhe ato petullat e shijshme që nëse do kalojmë tek kulinaria pastaj, ju presin të tjera pjata të shijshme edhe të tjera gatime nga zonja. Ke provuar petullat? Petullat I kanë provuar, petullat si quhen petullat të gënjeshtërta, më duket se janë boshtë. Po të fshira janë në Korçë, janë ato që bëhen me djathën e udhra, po është ajo petulla e gënjeshtër, quhet që është bosh nga brenda, dhe që është e fryrë, është, çat hash, apo s'është dorar dreke tani? Gënjeshtër, po është e shijshme shumë. Po kështu quhen. Po, dhe pastaj kemi edhe ato glikot shumë të mira që bëjnë amvisat në Pogradec, tava e Koranit, është një tjetër specialitet I asaj zone, e madje nëse shijohet në pjesën edhe në zonën e përgjatë Drilonit, apo në ato bujtinat dhe lokalet përreth, është një mrekulli. E kemi jo Drilonin, por do të shkojmë në Drilon, por kemi Ganiun në linjë. Edhe një herë për të na çuar në Drilon e për të na treguar më shumë. Gani, mirë se vjen edhe një herë. Tani dëgjohem pak më mirë? Tani dëgjohet shumë mirë, por nuk e di ç'mbeti pa u thënë. I tham të gjitha ne. Atëherë, po visim për temperaturat. Kam përshtypjen që do të na punësosh të dyve atje në guidën tënde për të bërë dhe ne njësoj si ju e për t'i marrë turistët e për t'i shëtitur në Pogradec.
Aq Atëherë, mirë si që njohim. bëte ju prezantimin, unë jam i gujt lokale këtu në Pogradec. Pa mirësi, kam filluar lëvizjen turistët në Pogradec, jo vetëm gjatë fundjavës, por edhe gjatë javës Pogradec është plot, shoh me turistë vendas apo dhe të huaj. Hajtë ja bëjmë një guid shikuesve që janë duke na ndjekur në këtë moment dhe që mund të zgjedhin Pogradecin këtë fundjavë. Nga e nisim me liçenin, me plazhin, me çfarë? Sigurisht turistët në përgjithësi vinë për liçen dhe më pas vizitojnë atraksionet e tjera që ndodhin përreth Pogradecit apo afër liçenit, duke filluar me Drilonin, Lini, lagjen e vjetër në Pogradec, dhe më pas me dy zona në brendësi të Pogradecit, si që zona e Mokrës dhe zona e Korës. Gani, aktualisht ndodhesh në Tushemisht? Aty je vendosur? Aktualisht jam në Drilon. Në Drilon. Në Drilon. Mund të na e tregosh? Aktualisht jam në Drilon, Driloni është plot me turista, restorante lokale janë plot, sigurisht po shijojnë drekën, sepse jemi në moment drekën, por, si të përmenda, në Pogradec, jaftë atraksione të tjera turistike, natyrore apo dhe kulturore. Duke filluar me liçeta kombëtare të Lukovës, Kanioni e Lëngës, Bekita dhe vjetër në Mokrës, Gurën e Kamjes, pra janë destinacione të cilat Pogradeci u ofron turistëve këtë sezon. Po gjithashtu Pogradeci ka edhe opsione të tjera që mund të shërbejnë edhe mund të jenë një alternativë mirë për turistët, për shembull turizmi malor, është një ndër këto kërkesa? Sigurisht, turizmi malor është nga kërkesat e vitet e fundit, fazë dhe zhvillim natyrore që janë në Pogradec për turistët. Është dhe kjo një ofertë sot në Pogradec, si që përmenda janë bërë disa shtigje kohët e fundit, të cilat janë markuar dhe shënuar sipas le të themi standardit të turizmit. Dhe ka mjaft grupe të ndryshme e vendas dhe të huaja që preferojnë të shtigjet e i sot gasin në Pogradec. Gani, kë preferojnë më së shumti... Po. Janë një destinacion mjaft i preferuar, janë dy liçenet të cilat ndodhen në 1500 metrë mbi nivelin e detit. Ta le të themi temperaturat atje janë pak më prekse se Pogradec dhe preferohen shumë nga turistët e aty. Ndërkohë, Gani, si të rezulton, çfarë pëlqejnë turistët më shumë kur largohen nga Pogradeci, çfarë kanë pëlqyer, liçenin, ku diun, Tushemishtin, Drilonin, i ke pyetur, çfarë thon ata? Atëre, gjëja e parë që pëlqen turistët është mirë, e dyta është mikpritja dhe e treta është natyra. Pra tre gjëra kryesore që pëlqejnë turistët në Pogradec, është natyra dhe mikpritja për turistët. Po pak të përgjithshme këto, po më konkretisht ndonjë pikë që e kanë më që largohen si destinacion që largohen edhe më të mahnitur, thonë wow, si ishte ky vend. Unë përmenda liçeta kombëtare të Lukovës, është dhënga me Kanionin e Lëngës, me Arenës, por gjithashtu ka një grup turistësh preferojnë të vizitojnë palafitet në Lindar. Zbulimi mirë që tregon banimi mirë është në Evropë dhe ka mjaft turistë të huaj, të cilët kanë lexuar në rrjetet apo dhe lajme të ndryshme dhe janë interesuar për të vizituar këto palafite. Ka dhe interes të lartë për të ditur historinë e Pogradecit. Por si është aktualisht agenda juaj, Gani? Është besoj e mbushur, e zënë me turistë që do të kenë mundësi për të parë dhe për të shijuar Pogradecin? Edhe për gjatësinë së verës flas. Këta muaj që kemi nisur me rezervime dhe pothuajse mitetit për rezervuar për tonën. Po. Kjo tregon që edhe këtë vit Shqipëria është e preferuar dhe Pogradeci është mjaft i preferuar nga turistët e këtij kryesisht, duke përmendur gjermanët, polakët, italianët, sakit, që vizitojnë Pogradec, po dhe rajonet përgjithësi. Gani, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë komunikim të drejt për drejt, edhe linja internetit ka pak vap, edhe kështu që nuk e patëm shumë në favor, me gjitha të falenderojmë, edhe uroj shumë që sa më shumë vizitor vëndas të kenë mundësi të vizitojnë Pogradecin e bukur. Të përshëndesim nga Tirana. Faleminderit, të përshëndesim. Dhe kështu kemi ardhur miqt në fundin e programit për sot, për këtë javë, por edhe për këtë sezon. Mes nesh ju ka shoqëruar për disa muaj me radhë, me shumë tema, me shumë personazhe, duke përpjekur të sjellim në këtë orar të drekës për orës 13:20 deri në orën 15, shumë çka që nga aktualiteti, por edhe tema utilitare të nevojshme dhe personazhe që vlejnë. Patjetër, ne urojmë shumë edhe shpresojmë që të kemi qenë një shoqëri e mirë për ju, një shoqëri me energji të mirë, një shoqëri
ku ka dhënë informacionin e duhur edhe ku ka dhënë përgjigje shumë pyetjeve që mbase mund të keni pasur. Pse jo, edhe të kemi ardhur në ndihmë të gjithë atyre që kanë shprehur dëshirën apo nevojën për promovim. Unë dhe Andri besoj shumë që kemi arritur të vim në shtëpiat tuaja si dy miq dhe urojmë shumë që edhe në sezonin e ardhshëm të jemi sërish bashkë në shtator e përgjatë gjithë sezonit. Megjithatë do donim që të bënim disa falenderime sepse shoh që kalojnë ditrat aty poshtë dhe s'kemi shumë kohë, kështu që do donim të falenderonim që nga autorja e programit. Me emra do jemi apo nuk do të jemi? Po do të jemi me Klodiana Shpendit. Do të jemi me Klaudia Bastarin, regjisoren që patjetër duam ta falenderojmë. Dua të falenderojmë Semis, Emiliana, do të falenderojmë Bioneldën, do të falenderojmë Ledin, të gjithë vajzat edhe djemtë të cilët kanë punuar fort për të sjellë një program shumë cilësor dhe të mirë çdo ditë. Djemtë edhe vajzat e teknikës që punojnë lartë, gjithashtu një falenderim special shkon edhe për ata që janë kujdesur për imazhin ton, për Jonën, Lolën që ishte sot dhe për gjitha vajzat e tjera. Altinin që kujdeset për Andri, nuk e di nëse do kem harruar diko, po i falenderoj të gjithë. Gjithë djemtë lartë në regji, por edhe kameramanët në studio. Bashkëpunues të mrekullueshëm për të gjithë fjalët e mira, por mbi të gjitha për të gjithë frymën e mirë që kemi krijuar bashkë. Po nuk po themi emra, kështu që çunave këtu patjetër. Mbi të gjitha faleminderit ju që na keni ndjekur. Edhe gjithë shikuesve që na ndoqën. Iva. Shihemi të hënën. Jo. Jo. Nuk shihemi të hënën, por shihemi në shtator. Sezoni tjetër. Shihemi në shtator, kalofshi bukur dhe verë të mbar. Faleminderit. Po.